Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zbatoi urdhrin e gjykatës duke u paraqitur në SPAK. Si çdo herë tjetër, ai sulmoi institucionin e posaçëm, por këtë herë duke i dalë në mbrojtje Erion Veliajt dhe duke deklaruar se në fakt ishte ministri i drejtësisë Ulsi Manja ai që e futi në kurth. I ka shkuar natën si mik, duke ju lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi. Sipas Berishës, Veliajt janë shkelur të drejtat. Erion Veliaj është regjistruar edhe duke folur në telefon fiks, edhe duke fjetur në shtratin e tij, edhe duke ulur në tovolinë. Ate e kishin mbushur me sa duket me çimka në të gjitha anët. Po, çdo i burgosur apo i para burgosur përsëri ka të drejtat e tij. Dhe përdorimi i kurtheve të vjetra, t'i çosh uluziu për t'i dhënë siguri dhe pastaj të kryesh këto veprime, do të thotë që kalon çdo lloj përmase, është si në tragjeditë e vjetra. Berisha akuzohet se vuri shtetin në dispozicion të dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi që ky i fundit të përfitonte në mënyrë të padrejtë tokën e ish kompleksit sportiv Partizani. Të dy akuzohen për korrupsion në bashkëpunim, ndërsa mbi Maltezin rëndon edhe vepra penale e pastrimit të parave.